Ky plazh nuk ka vrojtues. Kjo është tabela që tashmë haset në plazhet publike të Vlorës përgjatë zonës së Longomares. Një sinjalizim i qartë që bën thirrje pushuesve të tregojnë kujdes maksimal si dhe të mbajnë përgjegjësi për sigurinë e tyre, pasi në këto plazhe mungojnë rojet bregdetare. Ngjarjet tragjike të regjistruara së fundmi në Velipoj dhe Durrës, ku humbën jetën pushues, tregojnë edhe një herë domosdoshmërinë e pranisë së vrojtuesve të plazheve dhe sigurisë së jetës. Megjithatë, në plazhet publike të Vlorës, ato vijojnë të mungojnë, duke rritur ndjeshëm rrezikun për qytetarët si dhe turistët. Pushuesit dhe qytetarët e pyetur nga Blu Televizion shprehen se siguria duhet të jetë prioritet, por theksojnë se nuk ndjehen të sigurt në mungesë së rojeve bregdetare. Ata e lidhin këtë problematik edhe me faktin se në Vlorë hapësirat publike për plazhe janë të kufizuara, çka sjell edhe një përqendrim më të madh të pushuesve në zonat e lira. Në plazhet publike mungojnë vrojtuesit. Duhet të ketë vrojtues? Po, si s'duhet të ketë vrojtues, çak. Ku ka pa vrojtues? Po këtu s'ka plazh publik fare. Po s'ka plazh publik. Ja, ky ka qenë plazh publik, bë privat. Çfarë plazh? Ku më thuaj mua ti, një territor, na kanë lënë ato të mbyjnë shkarkimit të ujëra. Është turp i madh. Plazh publik. Pacaqi. Turp i madh Bashkia e Vlorës. Nuk lë një cop vend për plazh qytetar të saj. Ka vënë një tabelë aty dhe thot nuk ka roje në këtë plazh, po këtu vijnë dhe fëmijë. Shumë gabive. Të vendosi roje bashkia. Derisa është plazh publik, përgjigjet bashkia. Gjithë njerëzit që vijnë këtu janë taksapagues. Tu s'ka as roje, as banjo, as ujë, as gjë. Këtu nuk ka plazh publik. Ajo që ishte 50-40 çadra që ishin 10 e par 10, i kanë marrë të tjerët, nuk ekziston plazhi publik. Mos shiko tabelën këtu ti. Tabela gënjen se këtu s'ka plazh publik. Hapësira boshe midis këtyre shezlloneve do ketë, po aja, ka gjë këtu publike, s'ka gjë. Ka vënë gjë bashkia. Bashkia duhet vinte 100 çadra. Pastaj gjitha hotelet që janë këtu kanë 5 dhoma, kanë marrë nga 50 çadra. Të gjitha pa përjashtim. Mungesa e rojeve bregdetare mbetet një shqetësim real për plazhet publike të Vlorës. Në një sezon me fluks të lartë turistësh, prania e tyre konsiderohet një domosdoshmëri për garantimin e sigurisë së jetës, ndërsa vetë pushuesit kërkojnë masa konkrete nga institucionet përgjegjëse për të shmangur ngjarje të rënda.